Mirë si gjitha. Teme kemi quajtur fëmijët në botën virtuale, loj apo kurs. Do të nisëshim nga kjo, zakonisht ne kur i shohim fëmijët duke luajtur videolojra të ndryshme, kemi përshtypjen që ata po kalojnë mirë, po kënaqen, dhe në këtë mënyrë prindri din të largoj vëmendjen nga fëmija, sepse thotë po luan, po realisht çfarë mund të ndodhë në ato momente. Sa i sigurt është fëmija në momentin kur prindi është larguar dhe ai po vazhdon të luajë. Ashtu si që edhe ju e theksuat, jemi duke jetuar në një botë virtuale, në hapësirë kibernetike, janë mjaft trendit të themi ato memet, ato fotot ku nëna i tërheq për veshje fëmijët nga duke luajtur jashtë, duke shtyrë brenda dhe tani duke i morur nga brenda, duke tentuar të qes jashtë. Ka ndryshuar bota. Ideja është që fëmijët, dhe jo vetëm fëmijët, normalisht që janë mjaft aktiv në hapësirën digjitale dhe ku flasim formën aktive të tyre, pjesën ndërmuese të kohës, janë duke konsumuar në lojra digjitale. Në lojra digjitale të cilat përpos kënaqësisë që mund t'i japin momentale, bartin edhe rreziqet e tjera. Një ndër rreziqet është konsumimi mjaft i madh i kohës në to, rreziku i dytë është që të jenë viktime ndonjë mashtrimi apo dhe ndonjë kërcënimi dhe elementet e tjera të cilët varësisht nga përmbajtjet të cilët ndajnë. Dhe treta që është mjaft e rëndësishme, këtë drejtim mund të kemi edhe dëme materiale. Në të kaluarën e afërt kemi pa bërë një hulumtimi dhe kemi parë që disa lojra kanë targetuar fëmijët dhe kanë treguar fëmijëve se si të shkojnë të marrin kredit kartelin në prindërve dhe si të plotësojnë dhënat dhe se si ata të blejnë një armë të mirë, një shpejtësime të madhe, e tjerë varësisht nga lojrat e cilët po, duke afruar... Ka shpjeguar hapas hapi se si? Ju ka shpjeguar hapas hapi se si ata mund të arrinë që të kenë një armë të mirë, një mundësime të madhe. Kjo është, pothuajse të gjitha lojrat fillimisht janë lojra pa pagesë, për të vazhduar më pastaj dhe tentuar që të shesin produktet të cilat do të mundësonte lojtari që të fitonte lojën apo të arrin të qëllimin të cilin në nivele më të larta. Ajo ose ajo ka. Kjo është, të themi, një standard i digjitaloroj, nuk ka asgjë të keqe, sepse në botën digjitale do të kuptojmë asgjë nuk është pa para, dhe do të paguash në një formë apo tjetër, ndoshta jo të gjithë lojtarët, por një pjesë e lojtarëve, të themi 10-20% apo më shumë inkuadrohen dhe në mënyrat e tjera duke investuar në lojën. Mos të harrojmë, kemi një lojë Counter-Strike i cili nuk është shumë të themi e njohur tek moshat e minore apo adoleshente, po janë personat e cilët luajnë edhe të rritur. Dhe aty vetëm që të kesh të njëjtën armë, po më të bukur, paguhen shumë të mëdha të parash. Po flasim për edhe addiction tek të rritet dhe të fëmijët, ku pasojat janë të fëmijët më e rrezikshme është pjesa ku ata mund të jenë viktima të ndryshme në formës tjetër, tek të rriturit do të thotë konsumimi i madh i kohës dhe normalisht dëmi material ansor. Por ky rrezik përpos në aspektin psikologjik pra të manipulimit, rreziqet e tjera që mund ti kanosën një fëmije. Sa mund është raportuar, ndonjëherë ka pasur raste kur është thënë që lojrat të caktuara mbledhin edhe të dhëna të fëmijëve. Sa e rrezikshme është, çfarë mund përdoren këto të dhëna, cilat janë informacionet? Rreziqet të cilat ekzistojnë lojrat kryesore, të gjitha lojrat kanë tentuar që të adresojnë ato rreziqe. Rreziku, një ndër rrezicet kanë qenë, po përmend, është e rëndësishme, besoj që këto lojra çarkullojnë edhe pedofilët. Dhe ata targetojnë pastaj fëmijët. Dhe kjo ka qenë një ndër rreziqet të cilat është adresuar dhe adresohet në kuptimin e përmbajtjes. Momentalisht kemi AI të sidomos fillimisht ka filluar Robloxi dhe tani të njëjtin model janë duke ndjekur dhe lojrat e tjera ku AI bën një kontroll filter të përmbajtjes, por edhe dyta kemi edhe persona të cilët momentalisht do të thotë fizik të cilët më pastaj bëjnë kontrollet përmbajtjes ku përmbajtjet e papërshtatshme pastaj bëhen të themi red flag dhe më pastaj adresohen me tutje.
Në Kosovë kemi një rrezik më të madh, gjithsa në Shtetet Bashkuara të Amerikës, në Bashkimin Evropian, ato red flag dhe raste të cilat janë më serioze adresohen më pastaj drejt për drejt të institucionet e zbatimit të ligjit. Këtu ne pak më shumë, do thotë jemi më prapa për shkak të sfidave të cilat s'po i përmendemi këtu, do thotë rrezikat më pastaj fëmijët minorar mund të jenë më të ekspozuar këtyre rrezikeve për shkak të nivelit më të ulët të mbrojtjes. Andaj është mjaft e rëndësishme, ku kam theksuar dhe vazhdoj të theksoj në çdo paraqitje time publike, që prindrit dhe jo vetëm prindrit, duhet dhe mësimdhënësit, pedagogët, psikologët në shkolla, duhet të dinë cilat janë lojrat të cilat, ku janë duke konsumuar kohën moshatarët të tyre. Kush janë, të themi, herojt e tyre digital. Nëse ka ndonjë hero digital i cili mund të ketë impakt negativ të fëmijët, shikoni Andrew Tate ka qenë një personazh mjaft me mendikim. Ndikimi i tij në mënyrë të vazhdueshme ka qenë duke rrapë, po do thotë Andrew Tate ka qenë një personazh me ndikim të madh dhe ndikimi i tij ka mundur të ketë më pastaj ndikim edhe të fëmijët e të tjerë. Nëse flasim për ndikimin dhe ku ky ndikim është duke tentuar të zhvillohet në Republikën e Kosovës përmes personazheve të ndryshme, nuk është ndoshta e mirë të themi si shtet, por është një iniciativë mjaft e mirë e Kinës kur ka ndaluar influencerët të japin këshilla jo profesionale, do thotë vetëm një mjek mund të jap këshill profesionale mjekësore, e të tjerë. Të njëjtën e kam thënë dhe unë, për shkakun për Andrew Tate-in, vetëm këshill që ai ka një nivel të kompetencës me dhënë, ka qenë në njërin prej arteve marciale, ka qenë diku kampion bote, kam thënë, okej, aty ka një nivel të kompetencës ku ai mund të thotë diçka sepse ka qenë i suksesshëm. Të gjitha temat të tjera të trajtuar nga ai nuk është që ka pas kompetencë. Sa mund të filtrohen pra lojrat e tilla nga ana e prindërve, se dim që tashmë përdorimi i teknologjisë thuajse është i pashmangshëm, sado që ne mund të tentojmë të mos japim telefon, të mos japim një iPad, të kufizojmë kohën para ekranit ose dhe veprime të tjera, prap fëmijët do të njihemi botën digjitale, qoftë përmes shokut, shoqës, në shkollë, në lagje, prap mund të njihet me këto lojra dhe në këtë mënyrë edhe t'i kërkoj pra që të luajmë me to. Po sa mund t'i filtrojmë këto përmbajtje online në mënyrë që të paktën kohën që themi rekomandueshme për të kaluar fëmijë në online, të jetë paktën i sigurt, të ketë lojra të sigurta, të cilat nuk e cenojnë në radhë të parë shëndetin e tij fizik edhe pastaj edhe psiqik. Sigurisht, jo rastisht shumë mirë bëhet që përmenda shëndetin fizik. Kemi persona të cilët kanë luajtur me orë të tëra pa ndërprerje dhe kanë rrezikuar edhe jetën e tyre. Për shkak kanë luajtur 16 orë pa ndërprerje. Nuk është vetëm shëndeti mental, mund të jetë dhe shëndeti fizik, realisht në këtë drejtim. Më lejeni të jap një këshill të cilin është shumë e rëndësishme. Deri në moshën 3 vjeçare nuk rekomandohet fare qasja e fëmijëve në pajisje teknologjisë informative edhe në këtë mënyrë, në qoftë mënyrë drejt për drejt apo indirekte që të kenë qasje në hapësirën digjitale. E dyta është mjaft e rëndësishme, ashtu siç ju theksuat, nuk mund të ndalosh përdorimin e teknologjisë informative. Do të është një betejë humbur të gjitha atyre të cilët mendojnë dhe tentojnë të marrin masë për ndalimin e shfrytëzimit të teknologjisë informative. Kjo nuk është zgjedhja dur, fëmijët do të gjejnë sepse kanë pasur diskutim nëse Roblox është duke bërë i rrezikshëm, nëse Minecraft është duke bërë i rrezikshëm, e tjera. Me siguri do të kemi një lojë tjetër e cila do të jetë nëse këtu do të vendosen rregulla shumë të ashpra ku fëmijët, po them, më njëherë kemi dëgjuar në forume ku Roblox ka vendosur age restriction, parental control, masat e tjera të identifikimit. Kemi vërejt në për forume që më njëherë është diskutuar nga fëmijët, nga minorenët që ndoshta të largohen nga Minecraft dhe të dalin një lojë tjetër. Është gjithmonë rreziku që fëmijët të ikin, është në natyrën e tyre, të themi, të jenë rebel, të shikojnë, të jenë hapësira të cilin të jenë me pak të kontrollueshme. Andaj, zgjidhja më e mirë, por i theksoj është që
prindërit duhet të dinë fëmijët e tyre të tentojnë të dinë, nuk është e lehtë. Unë jam prind vetë dhe kuptoj mjaft mirë të pjesa dërmuese të cilët janë prind dhe tentojnë të jenë të afërt. Nuk është e lehtë që të kuptojnë sepse fëmijët tentojnë që të ikin asaj kontrollës prindërore, dëshirojnë që të kenë hapësirën e tyre private dhe hapësirën e tyre private dhe në hapësirën digjitale, tentojnë të njohin lojrat të cilet fëmijët janë duke luajtur dhe duke njohur duke ditur lojrat të cilet janë duke luajtur mund të dinë edhe rreziqet të cilet ata i përmbajnë. Në këtë drejtim, nëse flasim për foshat minore, duhet të jenë shumë të afërt me ta dhe të jenë të kujdesshëm me fëmijët, me të dhënat të cilet ata ndajnë, me përbajtjet të cilet ndajnë, të mos ndajnë përbajtje të dhëna personale, mos ndajnë përbajtje të cilet mund të jenë jo të përshtatshme, dhe në çdo rast kur fëmijët ndjehen të kërcënuar, të jenë të lirë që të tregojnë prindërve. Prindërit duhet të tentojnë të krijojnë një hapësirë mirëbesimi, të bisedës, të diskutime mbi lojrat të cilat ata e luajnë dhe kohën të cilën ata konsumojnë në hapësirën digjitale. E njëjta vlen për mësimdhënësit, e njëjta vlen edhe për pedagogët, për psikologët. Nëse psikologët dhe mësimdhënësit nuk e kuptojnë dhe nuk e dinë ku janë duke konsumuar grup mosha të cilën ata janë duke tentuar të arsimojnë dhe të edukojnë, nuk e din ku janë duke konsumuar kohën digjitale, do të jetojnë në dy botë ndara. Mësimdhënësi mund të flasë gjëra të cilët absolutisht mund të mos jenë në interes të nxënësit dhe kjo hapësira e komunikimit mes këtyre dy grupeve do të vazhdoj që momentalisht shihet dhe vrehet, do vazhdoj të largohen nga njëra tjetra dhe do të kemi dy botë të ndryshme në të njëjtën hapësirë fizike. Mund të themi, kemi të dhëna në fakt, zotri Hoxhaj, për përdorimin e këtyre videolojrave, grupmoshat që i praktikojnë më shumë, kemi të dhëna në vendin tonë, është në rritje temi trendi për përdorim sa më të madh të teknologjisë, specifikisht pra në vendin tonë? Pa dyshim, do të ne duke ditur që kemi një të gjitha është një root cause effect, do të nëse flasim për rinin ku mund momentalisht fëmijët e moshës minore apo fëmijët e gjerë të adoleshentet, cilat janë ato hapësira ku ata mund të kalojnë në jashtë hapësirës digjitale. Mundësia që të kalojnë një kohë kualitative jashtë hapësirës digjitale është duke zogluar në mënyrë të vazhdueshme dhe fëmijët ja do duhet të shkojnë në game center ku realisht nuk është ndoshta dhe jo mirë, por në ato hapësira shohim që konsumohet duhani, konsumohen edhe pijet e tjera të cilat nuk janë të përshtatshme për fëmijët dhe ndoshta mund të jetë edhe një hapësirë jo e mirë sociale ku fëmijët mund t'ju ekspozohen dhe rreziqeve të tjera. A mund të krijojmë siguri më të lartë në vendin tonë me përfshirjen e institucioneve, ligjeve përkatëse, që ndoshta do të bëni një filtrim më të mirë të përmbajtjeve online për grupmoshat minore, për adoleshentët? Mendoni që do duhet të bëjë një rregullim i tillë edhe me ligj që do të ndikonte pozitivisht? Sigurisht, problemi është kompleks dhe në këtë drejtim nuk mund të zgjidhet vetëm me trakënshin e njohur për nxënës dhe fëmijë. Normalisht që do duhet të ishte edhe institucionet, Ministria e Arsimit, Edukimit, Ministria e Kulturës, Rinisë, Sporteve për t'ju ofruar të themi alternativat të tjera ku fëmijët mund të konsumojnë kohën e tyre në mënyrë kualitative dhe argëtuese. Kjo është ideja. Duke shtuar edhe këtu hapësirën tjetër, nëse flasim për hapësirën fizike, përkundër faktit që mund të gabohem, nuk e di, është 60 apo 70% hapësirës së gjelbër që duhet të ishte në çdo ndërtesë të re, ne kemi ndërtesa ku nuk ka hapësira të gjelbër të fare dhe fëmijët janë të detyruar të rinë brenda, nuk kanë ku të dalin. Janë mjaft elementet të cilat ndikojnë që fëmijët të jenë në hapësirë digjitale, shto elementet e tjera ku fëmijët dhe mosha, sidomos adoleshente, mund të ndihen sigur dhe mirë në një botë virtuale, ku në botën virtuale ato mund të jenë
ata të cilët dëshirojnë dhe bota fizike, materiale, nuk është ajo bota hapësira materiale ku ata e shohin, ata apo ato e shohin veten në mënyrë komode. Do të thotë, këta shohim mjaft edhe tek persona të cilët s'po përmendi introvert të tjerë. Kemi përbajtje online që është mjaftueshëm e sigurt dhe edukative që mund të rekomandohej dhe të këshillohej edhe nga ana e prindërve që atë kohën e përshtatshme për të lejuar fëmijët e tyre ta kalojnë në iPad ose në ekran, të paktën të dinë që po shikojnë diçka më të kontrolluar, diçka më të filtruar dhe jo diçka të rrezikshme. Mediat është një element të rëndësishëm. Ne momentalisht jemi duke të trajtuar një temë të rëndësishme, e cila do duhet të tërhiqte vëmendjen të institucioneve përkatëse, të tërhiqte vëmendjen e mësimdhënësve, drejtorive përkatëse, Ministrisë Kulturës e tjera. Ajo të cilën për fat jo të mirë në shohim është që me qenë se unë i bëra diku ndoshta 15 vite në fushë, në këtë fushë ku kemi bërë fushatën ndërgjegjësuese për tema specifike, dhe pastaj kem parë që dhe organizatat e tjera kanë tentuar dhe kanë bërë fushatët e tilla, ne nuk ka kohë që nuk kam parë ndonjë fushatë të nivelit e cila ka një impakt real, ku dilet dhe bisedohet dhe me fëmijët, dhe me prindërit, dhe me mësimdhënësit. Nuk kam parë ndonjë fushat, mund të jemi gabuar, shpresoj që jemi gabuar, por të përmendem Safer Internet Day, ne kemi organizuar dhe kemi trajtuar këtë ditë vitet e tëra deri në kohën e pandemisë, pas pandemisë kemi ndaluar, nuk shohim tani që askush e përmend Safer Internet Day. Do thotë kemi organizuar aktivitete gjatë muajit të maj, ku është edhe GDPR, nuk shohim aktivitete. Është tetori, kërkëndjes oktober, është tetori muaji i sigurisë kibernetike, nuk shohim fare aktivitete. Kemi organizuar me diku nëse s'gaboj mbi 5 punëtori me mira aktivitete, persona tjerë për cyberbullying against women online në datën nëse s'gaboj 25 nëntor. Ka qenë, pasi ne kemi organizuar, kem parë që dikush ka organizuar një tip proteste, s'kam parë më aktivitete. Ka vite ku kemi një heshtje, një jo fokus për adresimin e këtyre temave në mungesë të themi fokusi, sepse momentin e parë që ka fokus, më pastaj institucionet përkatëse japin hapësira, investojnë e tjera, do thotë është duke munguar fokusi, ku fokusi jonë është në tema të cilat më së paku në interes të qytetarëve, më së paku në interes të fëmijëve, më së paku në interes të familjeve dhe prindërve. Shkurtimisht për fund, të cilat do të ishte këshilla juaj për prindërit? Këshilla ime për prindërit, i kisha lutur mos ju jepni fëmijëve telefonin e mençur, iPad-et deri në moshën 3 vjeçare. Pas moshës 3 vjeçare deri në 13 të keni një monitorim më të madh në hapësirën digjitale. Pas moshës 13 vjeçare, fëmija nuk duhet të trajtohet më si fëmijë, duhet të trajtohet si rritur dhe në atë formë të tentohet të komunikohet dhe bisedohet lidhur me kohën të cilin ata janë duke konsumuar në hapësirën digjitale, që ju të kuptoni dhe rreziqet të cilat mund të rrjedhin nga ajo kohë, nga ajo të cilin e konsumojnë fëmijët e juaj. Zotëri Hoxha, faleminderit edhe një herë që ishit prezent në emisionin Rreth Rrotull dhe nda gjitha këto informacione. Ishte kënaqësi. Tani ne do të hedhim